tyne personave që janë në gjendje edhe me incizu qatë bullizimin që ata e veprojnë. Dhe me keqja është, për shembull që na shohim video në për TikTok ose në për YouTube ose në për rrjetet sociale, të tyne personave që janë në gjendje edhe me incizu qatë bullizimin që ata e veprojnë. Po janë këta persona që janë bullizojnë edhe bojnë këto incizimet, bojnë këto videot, janë persona që psikologjikisht kanë një nevojë patologjike që ka nevojë për mu trajtu. Kjo vjen shprehje pastaj edhe psikologëve në për shkolla, që është e domosdoshme, mirë po jo psikologëve në shkolla veç me pas na psikologun në shkolla, mirë po me leju psikologun me bë punën e vet për mëna shkolla, sepse psikologu dërgohen zakonisht personat të cilët janë në nështru bullizimin. Mirë po në realitet ata që ushtrojnë bullizimin janë persona që kanë ma shumë nevojë me shku deri, mu rekomendu pastaj tek psikologu, mu rekomendu pastaj edhe vlerësime ma detajume. Për shembull te psikolog me dërgu te psikologu klinik i cili me e pa traumen, me e pa gjendjen emocionale ma fell të shta individ. Pse këta po bullizojnë, çka pishtyn, çka është nevoja e tyne, çka është funksioni bullizimit tyne ndaj tjerëve.